Rudina, do doja fillimisht se unë jam deputet dhe kam defekte profesionale, nuk di sa i zgjas. Vetëm e ngrit dorën kur të bëhen 5 minuta. Shkurtimisht desha të flas dhe tani dalë tek tema. Mërgata shqiptare historikisht ka luajtur rol të rëndësishëm në tërë lëvizjen tonë kombëtare, që në periudhat e mëhershme edhe para rilindjes kombëtare. Ka vazhduar në vitet 70-ta, 80-ta dhe sidomos në vitet 80-ta, ky organizim intensifikohet shumë më shumë në shoqata me karakter patriotik, Bajram Curri, Hasan Prishtina, Dexho Luli e kështu me radhë. Pas përfundimit të luftrave 99, 2000, të tërë shoqatat janë shkri. Janë shëndru në shoqata fshatrash, lagje qytetesh, në gjithë Europën. Nuk jam kundër objekteve të kultit, por objektet e kultit shfrytëzohen për të kryer ritet fetare, por jo edhe për organizim politik, organizim më të mirëfillt që nevojitet. Mendoj që kjo çështje duhet të shtrohet si shqetësim tek të gjithë ne shqiptarët, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Lugin dhe Malsi e Madhe, sepse deri në 2000-shën shqiptarët nuk kanë vepruar mbas krahinave dhe nuk kanë qenë të organizuar mbas krahinave, por si tërësi kanë qenë të organizuar. Dhe mëse atëherë ka qenë e nevojshme edhe tash është e nevojshme, po nivele tjera të organizohen. Se si mund të vinë në dhëun e tyre kuadro profesionist, ekonomist, inxhinier, mjek, për të dhënë përvojat e tyre në shtetet ku ata veprojnë, ku ata punojnë. Se si të bëhen investitor, bashk investitor me investitor vendacion në Gjermani, në Zvicër, në Greqi, në Itali, që të bëjnë investime të përbashkëta, sepse edhe Europa ka ndryshuar tani më politikat, nuk bëhen investime vetëm të Gjermanit, të Austriakut apo të vendeve të skandinave, por kërkojnë bashk investitor sepse është më i sigurt. Kur janë të vetëm investitori i huaj, i bëhen hile nga vendorët. Kur janë bashk investitor, do thotë prona ruhet bashkarisht me vendorët. Dhe politikat tona duhet të inkurajojnë këto ekipe që të vinë të investojnë, bashk investojnë me investitor të huaj. Gjithashtu, më thotë është ëndër banka shqiptare të ketë. Ne nuk kemi. Në Maqedoni nuk ka. Që mund të mbledhin kapitalin e njerëzve që janë mërgat. Dhe nuk më pëlqen që quhet diasporë, sepse kjo është mërgate, jo diasporë, mërgata. Po, sa i takon gjuhës shqipe në Maqedoni, është një rrezik i vërtet, që mendoj që duhet i dalim zot të gjithë, gjuhës që e flasim të gjithë, gjuha shqipe në Maqedoni, me marrëveshje ndërkombëtare, të nënshkruar dhe të garantuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me përfaqësues të dërguarin e George Bushit, president i asaj kohe, është nënshkrues dhe garantues. Është nënshkrues dhe garantues Bashkimi Evropian me përfaqësues leotarin. Është garantues NATO e përfaqësuar nga Robertsoni. Dhe ne kemi besuar në autoritetin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, edhe ne kemi hedhur firmën në marrëveshjen ushtarake me
presidentin Trajkovski si ushtri qlirimtare kombëtare, kemi pranuar marrëveshjen e nënshkruar në Ohër dhe kemi qenë të sigurt dhe kemi punuar bashkarisht me Shtetet Bashkuara, me Bashkimin Evropian, me NATO-n, me vendorët. Suksesi i marrëveshjes së Ohrit dhe të arriturat e marrëveshjes së Ohrit, që nga simbolet kombëtare, arsimi në gjuhën shqipe, e folura në administratë e gjuhës shqipe dhe përfundimi i ligjit të gjuhës shqipe, që është konform marrëveshjes së Ohrit, gjuhën të cilën e flasin mbi 20% të qytetarëve në Republikën e Maqedonisë sa atëhershme që ishte Republikë Jugoslave, gjithashtu është gjuhë zyrtare si dhe me alfabetin e saj. Dhe çdo koment tjetër që mund bëhet, a mund bëhet ligj më i mirë, a mund bëhet kështu, a mund bëhet ashtu, është vetëm për ta gërry përfundimisht marrëveshjen e Ohrit dhe për të ndryshuar karakterin kësaj marrëveshje ndërkombëtare. Përgjegjësinë e kemi të përbashkët. Washington, Bruxelles, NATO, forcat politike shqiptare, forcat politike maqedone. Maqedonia ka ardhmëri në bashkëjetesë, në bashkëqeverisje vetëm me shqiptarët. Pa shqiptarët, Maqedonia nuk mund të jetojë dhe ditët i ka të numëruara. E krytër. Pa ma bërë.